Terapia me shock waves ose ndryshe onde durto është një ndër pajisjet elektromjekësore që disponon qendra jonë. Fal efikasitetit të treguar dhe nga studimet shkencore në 10-vjeçarin e fundit, kjo pajisje zë një vend të veçantë për trajtimin e patologjive të ndryshme si tendinopatitë e shpatullës, gjunjëve, bryllave, kyçeve, fashiti plantar dhe spina kalkaneare. Vlen për t'u theksuar që ekzistojnë dy lloj pajisjesh, shock waves, ajo që gjeneron valë radiale dhe valë fokale. Ne jemi e vetmja qendër që disponojmë aparatin shock waves me valë të fokalizuar dhe veçantë e këtij aparati është që arrin të deportojë në thellësi. Prandaj është e mundur të trajtojmë patologji si pseudoartroza, vonesa në konsolidimin e frakturave të ndryshme dhe kalcifikimet muskulore të thella. Efektet terapeutike që përfitojmë nëpërmjet trajtimit me shock waves janë ato analgjezike, pra kemi një reduktim të dhimbjes nëpërmjet stimulimit të drejtpërdrejtë të mbaresave nervore. Kemi efektet antiinflamatore si pasojë e angiogenezës, pra ky aparat bën të mundur që të krijohen vazat e reja gjaku dhe si pasojë kemi një përshpejtim të rigjenerimit të hindeve. Vlen për t'u theksuar që është shumë e rëndësishme që trajtimi të fillojë menjëherë pasi pacienti është diagnostifikuar, pasi është vënë re që rezultatet e trajtimit dhe efektshmëria e terapisë janë shumë të mëdha në krahasim me pacientët që kanë neglizhuar për një kohë të gjatë dhe nuk janë drejtuar tek profesionistët. Cikli terapeutik varion nga 3 deri në 5 seanca, të cilat kryhen një herë në javë. Është e vërtetë që pacienti gjatë trajtimit mund të ndjejë pak dhimbje, por kjo është totalisht e menaxhueshme nga terapisti, i cili imposton aparatin në bazë edhe të patologjisë që po trajtojmë, por edhe të tolerancës që pacienti ka ndaj dhimbjes. Duke ju referuar dhe rasteve reale që paraqiten pranë qendrës tonë, ndodh shpesh, sidomos tek tendinopatitë e shpatullës, kur pacienti paraqitet në fazat e hershme, pra sa kanë filluar simptomat, nëpërmjet trajtimit me shock waves, që në seancën e parë ai përfiton një lëvizshmëri më të mirë duke ulur intensitetin e dhimbjes në mënyrë të konsiderueshme. Fal ambienteve dhe pajisjeve të tjera që ne disponojmë, terapia me shock waves është gjithmonë e shoqëruar me terapi manuale, pajisje të tjera elektromjekësore që ne disponojmë, terapi ushtrimore në palestër dhe pika jonë e fortë janë ushtrimet në pishim. Nëse ndjeni shqetësime apo dhimbje të pjesëve të ndryshme të trupit, siç janë supet, bryllat, gjunjët, shputat ose thembrat, jeni të mirëpritur pranë qendrës tonë për një vlerësim fizioterapeutik falas.